Klubi I futbollit Skutari në Shkodër mbylli sezonin futbollistik 2025-2026 me plot suksese. 3 skuadra shpallën kampione dhe ajo çfarë ka më tepër rëndësi, përbërja e këtyre skuadrave është me element me shumë cilësi dhe me të ardhme. Me drejtuesin e klubit të futbollit Skutari, Erjon Hasaj. Urime për këtë suksese, profesor. Faleminderit, Gazi. I kënaqur patjetër 3 ekipe kampione në këtë sezon. Po, normal se I kënaqur, përderisa puna e gjithë vitit shpërblehet në fund. Domosdoshmë duhet më keni kënaqur. Ju bëni pjesë në ligën amatore të futbollit në Shkodër, në zyrën rajonale të futbollit në Shkodër dhe padyshim edhe ka pasur konkurrencë edhe me ekipet e tjera nga rrethi dhe nga qarku I Shkodrës. E patë të vështirë për të arritur këto trofe? Të drejtën Shkodra ka plot ekipe të mira, ka plot akademi si punojnë dhe kampionati bëhet një garë shumë e fortë, por në fund ja dolëm të kurrizohemi me kampion. Si patet më tepër se rival në grup moshat përkatëse? Po, të 3 grup moshat kanë shkuar në neshjet funit. Si me 13-çat me Atletikun, si me 15-çat me Djemnin, si me 17-çat me Kuksin B. Dhe gjitha neshjet janë dalë në fund dhe I kemi fituar të gjitha. Dhe padyshim se ka qyrë si drejtuesi I këtij klubi ka bëri gjithë pak edhe stafi teknik. Kush janë bashkëpunëtorët tuaj me ta? Normal, gjej rastin të falenderoj, kena trajnerin e portierëve profesor Isa Sukaj. Kemi Met Hasajn, që punon më tepër me U13. Gilbert Marko, që punon me moshat e vogla më shumë, por edhe me të mëdhet, dhe Mikel Peshtajaku. Profesor, unë thash edhe më herët, por në fakt e theksojnë edhe shumë specialistë të futbollit. Në klubin tuaj ka element cilësor dhe ajo çfarë ka më tepër rëndësi edhe kushtet servitore janë bashkëkohore. Kryesorja për të pasur element cilësor është fusha. Po patë një terren të mirë për të bërë servite, normalisht edhe elementet do dalin. Do dalin dhe për këtë po punojmë. Po punojmë që të nxjerrim sa më tepër lojtarë cilësor. Ka një traditë ka hershme kompleksi sportiv Hasaj në Gualem të Shkodrës, që në këtë fushë kanë fatin të serviten edhe vllaznia e kategorisë superiore, vllaznia madhe, por edhe ekipet kombëtare. Ju gëzon ky fakt se terrenet tuaja janë me një nivel kaq të përshtatshëm sa përposhtë ekipeve tuaja të moshave të Skutarit shfrytëzohen edhe nga kombëtarja e Shqipërisë dhe nga vllaznia. Po, kjo është dihet një reklam I mirë, më thonë drejtën, I punës të mirë si bëjmë, si me të rrjetet sportive, normalisht edhe me ekipet tona. Sa fëmijë ka tërësisht Akademia Skutari? Aktualisht kemi rreth 130 fëmijë që janë të regjistruar pranë zyrës rajonale Shkodër, të filluar nga mosha 5 vjeç, siç janë U7, siç kanë pasur ata kampionat këtë vit për herë të parë, dhe deri tek U17 janë rreth 130 fëmijë. Dhe padyshim në këto vite apo me saktësi sa vite ka ekzistencë dhe ka karrierë klubi I futbollit Skutari? Klubi I futbollit Skutari është formuar në vitin 2014, por unë si trajner me fjalë me akademinë time kam pas përpara qysh në 2009 kam garuar në ligën amatore me emrin Rëzafa të profesor Fatmi Bachamit. Dhe disa nga emrat që kanë dalë profesor nga ekipi Zgjir të Skutarit që sot janë në moshë më të madhe dhe luajnë në kategori më të larta. Po, mund të përmendim është Enis Ujkaj, një djalë nga Kupliku që luan në kategori C në Itali, përkatësisht me ekipin Trapani dhe po I shkon jo keq, po bën mirë atje. Madje po flitet me superlativa për të ardhmen e këtij djaloshi. Po, shpresojmë. Dhe në vazhdimsi disa nga objektivat e Skutarit për vazhdimsinë, sepse akoma nuk është mbyllur përfundimisht sezoni në shkallë kombëtare. Jo, këtë vit pas përfundimit të kampionateve marrim pjesë në play-off, si me 13-ën, 15-ën dhe 17-ën. Me U15-ën kemi filluar dje,
ku kemi luajtur neshin e parë me ekipin Shqiponia Agimit të Durrësit dhe kemi fituar. Sot kemi U17, play-off neshin e parë kundër ekipit të Komzës dhe 13 besoj javën tjetër, kur shpresojmë dhe kemi pritshmëri për të zënë në kategorinë e parë. Pra krahas sukseseve në shkallë rajonale, prisni edhe një tjetër sukses për të ecur me tej. Po, objektivi kryesor është dhe shpresojmë. Përse diçka tjetër, ndoshta të fundit këto suksese dhe këto 3 trofete si vjetme, ka ndonjë dedikim të veçantë nga ana juaj? Një falënderim shkon për prindërit që na besojnë dhe na përkrahojnë jashtëzakonisht shumë, për stafin teknik që bën një punë të mrekullueshme dhe për fëmijët që na dhurojnë emocione pafund dhe punojnë dhe zjerrin ndjesë jashtëzakonisht shumë. Profesor Urim, edhe një herë suksese në vazhdimsi. Faleminderit gjithë gazetarëve sportiv, normalisht me çanti ty, por gjithëve sepse pasqyrojnë më së miri punën që bën të gjithë trajnerët në shkollën. Faleminderit.